Сакам да позборуваме за еден друг феномен кој што начелно го допре министерот за здравство Венко Филипчев во некои од своите јавни настапи, а тоа е драматично зголемениот број на регистрирани случаи на сезонски грип оваа сезона 2019-2020 во споредба со претходната сезона 2018-2019. Алузијата од сето тоа е дека можеби коронавирусот бил многу порано присутен на теренот во Македонија отколку што сме биле свесни. Është fakt, pikërisht institucionit drejtoj une, është një ndër institucionet kyç që ka evidencë për numrat të cilët për numrin e personave të cilët janë të diagnostifikuar ose të regjistruar si persona të cilët kanë qenë të smur nga gripi sezonal. Dhe ne me kolegët tonë në Qendrën e Shëndetit Publik kemi bërë disa analiza dhe atë çka edhe e ka deklaruar Ministri i Shëndetësisë, besoj se të njëjtin mendim ndajmë edhe ne, për shkak se është një dallim shumë i madh në krahasim me vitet e kaluara, sa është rritur numri i personave të cilët kanë qenë të trajtuar si grip sezonal dhe mundet, unë ndaj mendimin tim personal se ne nëse ju kujtohet, rasti i parë i cili është diagnostifikuar me koronavirus këtu në Maqedoni ka qenë në fund të muajit shkurt. Një grua e cila erdhi nga Italia, mirë po nuk do të thotë dhe nuk e përjashtoj mundësinë se ne të kishim pasur persona të smur nga COVID-19 edhe para kësaj periudhe, domethënë para fundit të shkurtit. Dhe është shumë e mundshme, po analizat në të ardhmen, edhe analizat shkencore, edhe të gjithë më të thirrurit të institucioneve shëndetësore, besoj se në të kaluar të afërm do dalin me analizë dhe me shifra të sakta dhe do ta shohim se a është e vërtet kjo që ne faktikisht koronavirusin e kemi pasur këtu edhe nga muaji dhjetor ose janar. Kështu që atë ngelte në të ardhmen ne ta analizojmë. За некаде околу 60 насто има повеќе регистрирани случаи на сезонски груп оваа сезона отколку претходната. Që nuk është natyrale ajo punë, do me thonë ai numër flet se dyshimet që ne kemi pasur virusin edhe para rastit të parë, është se tashmë rastit X, po thash, ajo do analizohet në të ardhmen dhe unë mendoj se... Се чуваат ли примероци брисеви од овие случаи на грип или не? Ka një mundësi, do me thonë, ekziston mundësia që edhe ato të cilët janë diagnostifikuar si grip sezonal të analizohen dhe të merret material dhe do të shihet saktë se a ka kalu korona, mendoj, a ka qenë infektuar me koronavirus apo me grip sezonal. Është mundësia për të diagnostifikuar, ekziston.